Horoskopi ditor, 7 janar 2026, dashi, sot të tjerët të vënë re për energjinë dhe krijimtarinë tënde. Je bindës, komunikon mirë dhe di si të krijosh lidhje pozitive me njerëzit. Afërsia mes Venusit dhe Marsit të jep harmoni në marrëdhënie dhe të ndihmon të jesh në një mendje me dikë të rëndësishëm për ty, je në formë të shkëlqyer, bie në sy dhe rrezaton vetbesim. Mund të ndjesh impulse të forta, por nëse i kontrollon dhe i përdor me zgjuarsi, ke shumë përfitime. Marrëdhëniet, karizma personale dhe krijimtaria janë në qendër të vëmendjes, sidomos në punë, biznes apo promovim. Kjo është një periudhë energjike, konkurruese dhe argëtuese. Ke mundësi të shkëlqyer të investosh pasion, dashuri dhe energji në punën ose projektin që të pëlqen më shumë. Demi, sot hëna ndriçon sektorin tënd të krijimtarisë, duke zgjuar emocionet dhe dëshirën për të shprehur dhe për të ndarë ndjenjat me të tjerët. Lidhja mes Venusit dhe Marsit të jep energji dhe entuziazëm të fortë, duke të shtyrë drejt gjërave emocionuese dhe ndryshe nga rutina. Karizma jote është e lartë dhe arrin t'i ndjekësh qëllimet me më shumë lehtësi se zakonisht. Ndihesh në mënyrë pozitive konkurrues dhe aktivitetet fizike apo mendore të ecin mbar. Mund të tërheqësh njerëz interesant ose të ndjesh pasion të fortë për një ide të re, një temë, një udhëtim apo një plan afatgjatë. Dashuria dhe lidhjet mund të lindin përmes përvojave jo të zakonshme. Sot është ditë që zgjon dëshira të forta dhe të shtyn të dalësh nga e përditshmja. Binjakët, sot ke një tërheqje më misterioze dhe më të thellë se zakonisht. Lidhja e Venusit me Marsin zgjon ndjenja intensive dhe pasione të fshehura. Edhe pse nuk është gjithmonë e lehtë t'i shprehësh hapur emocionet, gjen mënyra të zgjuara për t'i kanalizuar ato. Mund të ndjesh një shtysë të papritur për të vepruar sipas dëshirave që ke mbajtur të fshehura për një kohë. Emocionet janë të forta, sidomos nëse ndihesh shumë i varur nga dikush. Në anën tjetër, kjo energji mund të sjellë afërsi, dëshirë dhe momente intime të këndshme me personin që do. Është një ditë e rëndësishme për zbulime personale, ndjenja të thella dhe lidhje intime. Energjia jote shkon drejt jetës private, marrëdhënieve të ngushta, kërkimit apo zbulimit të së vërtetës. Gaforia, sot ndihesh më energjik, më i gjallë dhe më entuziast se zakonisht. Bashkimi i Venusit me Marsin ndikon drejt për drejt në marrëdhëniet e tua dhe sjell pasion, lojë dhe intensitet emocional. Dashuria dhe partneritetet janë në qendër të vëmendjes, ke një magnetizëm të fortë dhe pa dashje zgjon ndjenja të fuqishme të të tjerët. Marrëdhëniet mund të jenë të gjalla, impulsive dhe paksa të zjarrta. Mund të dëshirosh të shprehësh ndjenjat pa kufi ose të provosh diçka të re emocionalisht. Të tjerët mund të shtyjnë të hapesh më shumë, të shijosh jetën dhe të shprehesh lirshëm. Kujdes vetëm të mos presësh që dikush tjetër të plotësojë të gjitha dëshirat e tua nëse nuk jeni në të njëjtën linjë. Nëse e kanalizon siç duhet këtë energji, ajo sjell pasion, fillime të reja dhe qartësi mbi atë që vërtet dëshiron. Luani, sot kërkon rehati dhe siguri, por njëkohësisht ndjen një dëshirë të fortë për kënaqësi dhe intensitet. Lidhja e Venusit me Marsin të jep pasion dhe energji, sidomos në punë dhe në kujdesin për veten. Nëse e kanalizon këtë energji drejt diçkaje praktike, është ditë shumë e mirë për të çuar përpara një projekt pune ose shëndeti. Ke motivim për ta bërë çdo detaj siç duhet dhe kjo të dallon nga të tjerët. Puna jote vihet re dhe vlerësohet, ke aftësinë ta kthesh një detyrë të zakonshme në diçka krijuese dhe të këndshme. Kjo është një ditë e fortë për të gjetur më shumë kënaqësi në përkujdesjen ndaj vetes, rutinës dhe mjedisit përreth. Detyrimet nuk të rëndojnë, përkundrazi, mund të sjellin kënaqësi dhe përmbushje. Birgjëresha, sot je më i zgjuar ndaj gjithçkaje që ndodh rreth teje dhe je dukshëm më tërheqës e se zakonisht. Takimi i Venusit me Marsin ndez sektorin e dashurisë dhe krijimtarisë, duke sjellë pasion, dëshirë për shprehje dhe nevojë për kënaqësi personale. Ke shtysë të fortë për të ndjekur atë që dëshiron, qoftë një romancë, një hobi apo një projekt krijues.
Megjithatë, pak vetë përmbajtje dhe zgjuarsi do të çojnë më larg se sa veprimet e nxituara. Marrëdhëniet mund të bëhen më dinamike dhe më të gjalla, por edhe pak dramatike. Është moment i mirë për të sjellë më shumë gjallëri, lojë dhe emocion në një lidhje ekzistuese ose për t'i dhënë formë një ideje që të përfaqëson. Hëna në shenjën tënde i bën ndjenjat më të forta dhe më personale. Ti, ashtu si edhe ajo që krijon, bie në sy. Peshorja, sot, me që Venusi, planeti yt udhëheqës, lidhet me Marsin, energjia përqendrohet fort te jeta personale, shtëpia dhe rrethi yt i afërt. Kjo sjell gjallëri, emocion dhe pasion. Fjalët dhe veprimet e tua kanë ndikim më të madh se zakonisht dhe mund të prekësh dëshira të thella që zakonisht i mban brenda. Zemra tenton të udhëheq mendjen, gjë që mund të krijojë pak kaos emocional, por edhe sinqeritet. Ke nevojë për më shumë emocion, afërsi ose lidhje më intensive me një person ose me një projekt që të përket. Është ditë e mirë për të krijuar diçka të veçantë në shtëpi, për ta bërë ambientin më personal, më të ngrohtë ose më kreativ. Idetë për përmirësime shtëpiake apo emocionale vijnë natyrshëm. Në tërësi, dita favorizon marrëdhëniet, tërheqjen personale dhe shprehjen e ndjenjave pa filtra. Akrepi, sot lidhja mes Venusit dhe Marsit sjell energji të fortë mendore dhe emocionale. Mund të ndihesh je stimuluar, por her pas here edhe je trazuar. Ke dëshirë të përfshihesh në një projekt sfidues, një bisedë interesante ose të ndjekësh një ide që të ngacmon mendjen. Kujdes vetëm të mos e çosh një debat më larg se ç'duhet, sepse pasioni për mendimet e tua është i fortë. Në thelb, kjo energji është pozitive, zgjon krijimtarinë, kuriozitetin dhe dëshirën për të shprehur idetë. Komunikimi yt është më tërheqës dhe fjalët kanë peshë. Lidhjet romantike favorizohen sidomos në nivel mendor, tërheqja lind nga mendja dhe biseda. Është ditë shumë e mirë për vizione krijuese, për jetën shoqërore dhe për të ndarë entuziazmin tënd me të tjerët. Shprehesh me siguri dhe origjinalitet dhe kjo nuk kalon pa u vënë re. Mund të marrësh ose të dërgosh një mesazh të ngrohtë që hap diçka të re, ke forcë të brendshme, vendosmëri dhe një konkurrencë të qetë që të shtyn drejt zbulimeve dhe fillimeve të guximshme. Shigjetari, sot bashkimi i Venusit dhe Marsit ndikon drejt për drejt te paratë, vlerat dhe siguria jote materiale. Dëshirat janë më të forta se zakonisht dhe mund të prirësh drejt shpenzimeve impulsive ose kënaqësive të menjëhershme. Megjithatë, kjo energji është shumë e mirë për ide sipërmarrëse dhe për të kthyer një mendim praktik në veprim konkret. Mendja punon fort për mënyra të reja fitimi, për përmirësime në biznes apo për ndryshime krijuese që sjellin vlerë reale. Komforti, sendet materiale, luksi dhe kënaqësitë sensuale kanë më shumë tërheqje sot, por dita shërben edhe për të kuptuar më qartë çfarë vlerëson vërtet. Aftësitë dhe talentet e tua bien në sy. Mund të marrësh vlerësim, lavdërim ose mbështetje për atë që di të bësh. Ekziston një shtysë e fortë për të ndërmarrë hapa konkret drejt përmirësimit financiar. Blerje të rëndësishme, dhurata, bonuse ose vendime domethënëse në biznes mund të jenë në qendër të vëmendjes. Nëse vepron me vetë kontroll, kjo ditë mund të sjellë përfitime reale dhe të qëndrueshme. Britsjapi, sot Venusi dhe Marsi bashkohen në shenjën tënde, duke të shtyrë të marrësh drejtimin dhe kontrollin. Dëshirat janë të forta, ambicia rritet dhe tërheqja jote personale është në kulm. Të tjerët të shohin si figurë të fortë dhe të dëshirueshme, dhe kjo mund të përkthehet edhe në përfitime materiale apo financiare. Kjo është një energji dinamike dhe krijuese, por nëse nuk ke një qëllim të qartë, mund të ndihesh je shqetësuar ose je paduruar. Ky tranzit funksionon më mirë kur e di saktësisht ku do ta drejtosh forcën dhe vullnetin tënd. Përndryshe, tensioni i brendshëm rritet, është moment i mirë për të ndjekur atë që dëshiron pa hezitim, për të marrë iniciativa dhe për të shfaqur autoritet. Frymëzimi ose do të gjej vetë, ose duhet ta kërkosh aktivisht. Sot je energjik e interesant edhe dallohesh pozitivisht. Vëmendja vjen natyrshëm drejt teje, ashtu si edhe një dëshirë e papritur për kënaqësi, shije të mira dhe përjetime më intensive.
Ujori, sot dëshirat e tua janë të forta, me që Venusi dhe Marsi bashkohen në shtëpinë tënde të 12 që lidhet me jetën e brendshme dhe sekretet personale. Kjo energji zgjon emocionet, pasionet dhe imagjinatën, duke krijuar një botë të gjallë brenda vetes, mund të shfaqet si ëndra ditore të fuqishme, intuit të thellë, ose një lidhje e veçantë dhe private që të emocionon. Jeta e dashurisë mund të ketë pak drama, por edhe mundësi për të çuar diçka në një nivel të ri. Ndjekja e zemrës tënde mund të të çojë në përvoja jo të zakonshme dhe stimuluese. Lidhjet private, dashuritë e pazbuluara ose ato të së kaluarës mund të jenë në qendër të vëmendjes. Artet krijuese, veçanërisht ato që lejojnë të shprehësh ndjenjat në mënyrë indirekte, mund të jenë shumë të kënaqshme. Sot ke tërheqje personale të fortë, edhe në një mënyrë misterioze, duke të bërë më intriguese dhe tërheqës e për të tjerët. Peshqit, sot energjia krijuese është shumë e fortë dhe ndjen nevojën për një fillim të ri ose për të pasur më shumë kontakt me të tjerët. Lidhja e Venusit me Marsin në sektorin tënd shoqëror e thekson kënaqësinë, tërheqjen, konkurrencën e shëndetshme dhe krijimin e planeve të reja. Dëshirat e tua janë të fuqishme dhe të shtyn të dalësh nga zona e rehatisë, të marrësh iniciativa ose të provosh gjëra të reja. Ndër veprimet me të tjerët janë emocionuese dhe lidhjet romantike mund të lindin përmes rrjeteve shoqërore, grupimeve ose miqve. Sot ke shumë motivim dhe guxim për çdo projekt që po mendon të nisësh. Hëna kalon në shenjën tënde të kundërt, duke bërë marrëdhëniet një fokus kryesor të ditës.